Loredana, e irrituar dhe me ton të ashpër, afrohet drejt Gjestit dhe e shikon drejt në sy, duke i bërë të qartë se nuk është as pak e kënaqur me sjelljen e tij ndaj Eglit. Me duart në bel dhe një shprehje të tensionuar në fytyrë, ajo nuk nguron ta përballojë me fjalë të drejtë për drejta. Gjesti, mjaft më me këto budallallqe. A nuk e kupton që po e çmend Eglin përsëri me këto sjelljet e tua? I thot ajo me nervozizëm, duke tundur kokën me shgënjim. Gjesti, i befasuar nga ky sulm i papritur, ngre vetullat dhe e shikon me një buzëqeshje të lehtë ironike. Pse po më drejtohesh mua sikur unë jam problemi këtu? Ja kthen ai, duke hapur duart në shenjë habie. Loredana nuk ndalet. Sepse ti je problemi, Gjesti. Ti afrohesh, pastaj i largohesh. Njëherë i thua diçka të bukur, pastaj e mërzit përsëri me sjelljet e tua të paqarta. Ajo nuk e di çfarë të mendoj më për ty. Dhe sinqerisht, nuk është e drejtë që ta mbash të lidhur pas teje në këtë mënyrë. Vazhdon ajo, me një ton gjithnjë e më të ashpër. Gjesti shtrëngon buzët dhe shen nga larg, duke u munduar të formulojë një përgjigje. Nuk është ashtu siç e mendon ti, Loredana. Unë thjesht po përpiqem të ruaj një balancë mes nesh, thot ai, duke u munduar të mbrohet. Loredana qesh me ironi dhe tund kokën. Balancë? Po ti nuk e di vetë çfarë do, Gjesti. Njëherë thua që nuk do të lëndosh Eglin, pastaj sillet sikur asgjë nuk ka ndodhur dhe vazhdon lojën tënde me të. Boll më, vendos çfarë do dhe lëre rehat, ose tregohu i sinqert me të. Gjesti hesht për një moment, duke vëzhguar reagimin e saj. Ai e di që Loredana ka një farë të drejtë, por nuk do ta pranoj aq lehtë. E kuptoj që po përpiqesh të mbrosh Eglin, por unë kam të drejtë të sillem siç dua. Nuk kam bërë asgjë të keqe, ja kthen ai me një ton më të qetë, por ende sfidues. Loredana e shikon me zhgënjim dhe bën disa hapa pas. Po, mirë, vazhdo kështu. Por mos u anko kur ajo të kthej shpinën përfundimisht. Sepse nëse vazhdon kështu, do ta humbasësh Eglin një herë e mirë, thot ajo, duke e lënë të menduar, ndërsa largohet e nervozuar. Gjesti mbetet në vend, duke menduar mbi ato që Loredana sapo i tha. Edhe pse nuk e pranon me zë të lartë, thellë brenda tij e di që ajo ka një farë të drejtë.